Në ambientet e shkollës profesionale Kolin Gjoka në Lezhë u zhvillua aktiviteti Dita e Dyerve të Hapura, një ngjarje me rëndësi për kalendarin arsimor, lokali i cili synon të promovojë arsimin dhe formimin profesional si një alternativë reale dhe e qëndrueshme për të rinjt. Gjatë këtij eventi u prezantuan programet arsimore që ofron shkolla në fushat profesionale më të kërkuara në tregun e punës, si dhe u ekspozuan arritjet të nxënësve nëpërmjet punimeve praktike dhe projekteve të realizuara gjatë vitit shkollor. Shkollës profesionale Kolin Gjoka në top listën e shkollave profesionale shqiptare. Kjo është ambicioze, por është edhe një thirrje e fortë që njerëzit të zgjidhin arsimin profesional, të zgjidhin zanatin. Në këtë veprimtari morën pjesë përfaqësues të institucioneve, biznesit, mësues, nxënës dhe prindër, ku u theksua rëndësia e bashkëpunimit të vazhdueshëm midis shkollës dhe sektorit privat me qëllim orientimin më të mirë të rinjve drejt nevojave reale të tregut të punës. Personalisht bashkëpunimi me ta është shumë i mirë, megjithëse mund të them se unë për çdo vit e përsëris faktin që ndihem në faj, sepse nuk bëjmë mjaftueshëm për këtë rrotëri, nuk bëjmë mjaftueshëm edhe tek praktikat profesionale, do ishte mirë që ne të bënim më shumë si biznese, ana private, sepse sinqerisht e ardhmja e gjithë vendit tonë varet nga këto njerëz. Sot sfida e shoqërisë tonë është integrimi i rinjve nëpërmjet arsimit profesional. Vetë kushtet ku ndodhet Shqipëria, me synimin që ka për një integrim shpejt në tregun evropian, në gjitha strukturat e Bashkimit Evropian. Arsimi profesional është prioritet i qeverisë shqiptare dhe i Ministrisë së Arsimit, ku vitin e shkuar për herë të parë nxënësve të klasave të 10-ta u dha mundësia që të kalojnë nga arsimi i përgjithshëm në arsimin profesional në një periudhë kohe të caktuar. Ndërsa këtë vit shkollor, nxënësit e klasave të 10-ta mund të kalojnë nga arsimi i përgjithshëm në arsimin profesional gjatë gjithë vitit mësimor. Nuk ka, po themi, energji më të mirë, apo nuk ka një injeksion më pozitiv tek shoqëria jonë sot se sa nëpërmjet të rinjve në tregun e punës. Sot fala dhe turizmit që po rritet dita ditës, besoj që shkolla profesionale i tregon nxënësve edhe një kulturë, edhe një bashkëpunim, edhe një ndërveprim që do të kemi të gjithë si biznes të jemi sa më mikpritës për turizmin dhe për çdo gjë tjetër. Përmes këtij aktiviteti u kërkuar promovimi dhe mbështetja e arsimit profesional si një mekanizëm kyç për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, duke nxitur të rinjt të zgjedhin rrugë të sigurta drejt punësimit dhe pavarësisë profesionale.